Policia e Shkodrës ka zbardhur djegjen e qëllimshme të dy automjeteve në lagjen Iliria. Ngjarja ka ndodhur në orët e para të mëngjesit të datës 9 dhjetor 2025, ku dy automjete në pronësi të shtetasve me iniciale ZK dhe AD janë përfshirë nga flakët. Pas veprimeve hetimore intensive dhe grumbullimit të provave, specialistët për hetimin e krimeve kanë identifikuar autorët e dyshuar. Si rezultat i operacionit, u arrestua Klavdo Macaj, 19 vjeç, banues në Shkodër, i dyshuar si autori i djegjes së automjeteve. Gjithashtu, nisi procedimi penal në gjendje të lirë ndaj një 16 vjeçari, i dyshuar si bashkëpunëtor në këtë ngjarje. Gjatë kontrollit në banesën e 19 vjeçarit Macaj, shërbimet e policisë gjetën dhe sekuestruan në cilësinë e provës materiale veshjet e përdorura gjatë vendosjes së zjarrit, një armë zjarri mitraloz i lehtë, municion luftarak, si dhe një sasi lëndë narkotike kanabis. Policia vijon punën për dokumentimin e plot ligjor të ngjarjes, ndërsa materialet procedurale i janë referuar prokurorisë për veprime të mëtejshme.